Shkodra u kthye në një pikë takimi mes kulturave në një shfaqje të veçantë artistike nga Korea e Jugut. Një grup performuesish solli për qytetarët një kombinim të traditës dhe modernitetit korean. Publiku i shijoi vallëzime tradicionale, tingujt ritmik të daulleve, shfaqje dinamike të taekwondos, si dhe interpretimin e korit të fëmijëve, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot energji. Aktiviteti mbajtur në teatrin Migjeni dha mundësinë qytetarëve të përjetojnë nga afër bukurinë e kulturës koreane. Kështu lloj-lloj çorave, edhe kështu edhe shumë faleminderit që kanë ardhur, edhe pse ata kanë ardhur shumë me mundimet, edhe me lodhje në fakt, edhe sipas edhe situatave avionit, ata kanë ardhur në 100 orë. Ua, 100 orë kanë ardhur, edhe për të ardhur në Shqipëri. Kështu edhe ata 2 ditë ne kemi bërë edhe në shfaqje në Tiranë, edhe të gjithë edhe u mrekulluan, edhe thanë që ishte një udhëtim shumë të këndshëm, edhe mendoj në Shkodër do të jetë edhe që thashë shumë e bukur. Dhe të re veta kanë ardhur, edhe fëmijët janë 28 veta, kështu krejtësisht të fëmijët, edhe çdo të klasa 3 të sipër, edhe ata kanë përgatitur për këtë që. Kështu edhe të kënaqen, ata janë shumë të regjshëm në fakt, edhe të gjithë kulturë koreane shfaqet dhe të prezantohet. Për ne është kënaqësi që sot kemi mundësi me kanë të gjithë bashkë këtë shkëmbim kulturor mes Koresë dhe Shkodrës veçanërisht. Besojmë fort që edukimi jo gjithmonë kufizohet brenda mureve të shkollave dhe të institucioneve komunarësimore, dhe ky aktivitet është forma më e mirë se si ne mund të edukojmë qytetarë të denjë, qytetarë të botës, që njohin botën edhe ka pas nevojë me shkollë. Ky organizim synon të forcojë lidhjet kulturore përtej kufive dhe të bashkojë njerëzit përmes artit dhe muzikës.